I ovaj put продолжуваме со нашите рилси, со нашите многу успешни приказни. Во случајов се работи за 46 годишна пациентка од Албанија, од Тирана, која што доаѓа кај нас со анамнеза за неколку направени неуспешни инвитро фертилизации со собствени, а потоа со донирани јајни клетки и со донирани сперматозоиди. Предложивме да направиме инвитро плодување со донирани бластоцисти, што се и покажа и успешно. Пациентката е бремена во 5-та гестацијска недела. Ембрионите се инкубирани во Time-lapse инкубатор со оптимални услови, единствен во нашата држава. Përshëndetje. Përshëndetje, doktor. Si jeni, mirë? Mirë, faleminderit, mirë. Jam shumë e lumtur. Paciente, juve 46. Tani bëj 47. 47 vjet. Prej 6 vitesh përpiqet të mbetet shtatzane. Ka pasuar disa perpekje të pas suksesmi per në një tjetër klinika. Kanë kryer a 4 funksione të vezore në një vend tjetër për pa arritur të merrem qelizë veze. Asnjë sukses. Behet fjale për infertilitet nga e nana muskulore, ashtu etke nga ena femerore. Tek buri është diagnostikuar me oligoastenoteratozoospermi grade 3. Është kryer embriotransfer me blastociste të duruar zgjidhja me mire përqiftën. Në vend që të përdorinim vezet të spermatozoide të duruar veçmas, u vendos për opsionen me të mirë. Blastociste të duruar. Juve shtatzane sot në 5 javë. Mos më besoj, doktor, më duket e pamundur. Jam shumë shqetësuar, shumë, s'kam fjalë. S'kam fjalë, doktor. Jam munduar shumë. Besoni që jam lodhur shumë. Në për qytetet të tjera, në për Shqipëri, Tirana, e se diku më tregonjen, në për shtetet të tjera. Ku më thoshin që ka problem unë, pa e bëjmë in vitro me dhurues qeliza vezore. Ku më thoshin e ka problem buri me qeliza dhuruese të burit, spermatozoid. Kur erdha këtu që më zbuluat që kam probleme edhe unë edhe buri, u dëshprova shumë t'ju tregoj të drejtën. Thash unë, beta pa fëmijë. Po kur më propozuat atë që mundem ta bëj me blastocista, më ishte e panjohur. Vendosa se më ishte shpresa e fundit. Edhe nga vullneti i madh që të kem një fëmijë të dorë, vendosa për herë të fundit ta bëj edhe atë. Edhe ja tani nuk më besohet që më tregoni. Më është e pamundur, nuk e di çfarë të them, doktor. Bravo, si me zuat për ne? No, faleminderit shumë, doktor. Po si kam mësuar se janë edhe shumë raste edhe nuk më kujtohet tamam se si. Po ka shumë fjalë tani si i tregoj për ju që ju njohin shumë këtu. Qyteti Manastir, ku më tregoni në Maqedoni, më dukeshte si larke, më dukeshte gjë e pamundur. Kush është ky doktor tani që duhet të vete? Po kur e kërkova spitalin, kur ju kërkova juve, pash që keni shumë sukses, vendosa që të vi. Edhe vërtet nuk kam gabuar. Nuk kam gabuar, jam shumë e lumtur. Çfarë do t'u rekomendoni çifteve të tjera? Nuk e di, ti marrë përdore e ti sjell me zor këtu. Vetëm që ti vërtetoj e ti tregoj se vërtet do kenë sukses. Për mua është një gjë e pamundur. Ku të gjetë çift që kanë problem të këtill, do t'ju rekomandoj. Do t'ju tregoj që jeni doktori më i mirë, jo vetëm në Ballkan, por në botë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Faleminderit. Faleminderit shumë, të shihmi pas lindjet. No, inshallah, të bëjmë fëmijë, mundet, cio. Faleminderit shumë. Faleminderit. Bravo. Faleminderit shumë.